Këngëtar është problem, o jo dita. Sone shpesh e rita ishta, oj motër, lekit punë. Ajo të ke me apnir mirë, jam mirë. A mirë? Ma mirë. S'po ka mu shprejsa. Shka zoma ku është botra jeme. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Maqedoninë e Veriut, do të jemi në Shkup, do të habilitaren për zonjën Irman Kakruki, e cila është në kërkim të motrës së saj, Emel apo Ema, siç i thrasin shkurt, një këngëtare e cila punonte në lokalet e natës në Tetov. Një histori e dhimbshme që do rrëfehet sot nga Irman është duke më pritur, kështu që hap dritaren dhe përshëndes. Irman, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje bi. Si jeni ju? Mirë. Por pse po qanë që në fillim? Irman, ti e motra e Emel që është e humbur. Po. U bën shumë vite që ti s'ke kontakte me të. Shumë vite, 10 vite, si disa u dhe i ta 11. 11 vite mbushen. 11, s'ka asgjë s'ka njerë, veç një person mu ka lumërue, anume. A i më tha që është në Prizren, e ka kapën e vetë, zë shkane, 1,62-65 m. Më tha Emel Kakruki është gjallë, është në Prizren, ka qatë punë e punon, këngëtare, me qatë person që kanë volën, që jo është me atë person është, e ka kapën Emel Kakruki, Ema, një motër me mbulesë, ka unë jam ajo, vetëm unë e kometi familjes. Me mbulesë është, ajo gjallë. I dashur Irman, kjo është informacioni që keni marrë për motrën tuaj, por unë dua të pyes dhe të më tregosh ditën e sotme në këtë live me shpresën që motra juaj do na ndjeki. Emel sot është 52 vjeç. 51 do këtash, i ka bo pranë mars 51 për 52, me 11 mart në dukut i ka bo 51. Se ja di ditëlindjen une për 52. Ajo ka ditëlindjen 13 mars 1974. Po, dhe 74. Ka hyrë për 52 vjeç. Motra juaj ka humbur çdo lloj kontakti me ju në 22 tetor të vitit 2015. Po. Nga Tetova, si ju jeni nga Tetova e Maqedonisë së Veriut. Ja ti u hupën. Dhe ka qenë ishte tashmërinë, po. Dhe ka qenë 41 vjeç. Po, çfarë? 40, 41. Në momentin që motra juaj ka humbur, ka qenë e martuar, kishte familje? Jo, me atë një qëfar avni ka pas hecën, në 6 vite a 7 ka hecë me ata. Mund të ma tregosh? Po? Mund të ma tregosh historinë e motrës tuaj, si ka humbur dhe çfarë ndodhi? Ajo ka humbur, ajo ka pas mbledh pare. Mami jem ishte ala gjallë. Një vëllam ka vdek, baba, mësanena më diq edhe një motër, edhe një vëllam më diq, veç kjo Ema pat me të në gjallë, edhe une. Edhe mësanena, a dit ishte, ka pas me ardhe, mi pru parit për banesën, që e kena këtu në Shkup, mami e unë ku rënojke. Se mami veç vetë o ka me vlavin. Por motra... Atere, pak mi pru paret... Motra me kë jetonte? Emel me kë jetonte në ato ko? Me një qëfar avnije i Tetovës. Pra, ajo bashketonte me një person që e donte? Po, 6 vjetë me tokën, banesën, e ka pagu vetë, ka punu këngëtare, qa dit ka pas mi arë parët, mi pagu për banesën, që e kena këtu në Shkup në Qajrë. Po? Unë i ta rasisht e tire, e dishta që ka me arë me parët, unë i ta moje, ma Emel, hajte da ta shmerëm se jo me smur, edhe të rashi. Ajo baqeli në paka telefonin, ta unë e kam halin tem, hypi autobusi shkote nona. Edhe pitë që atë ditë u zdu. Edhe atër e tira ishte shnorin e vetë, ta shohavni të shema ku është, unë e ta jadash paret, i ta kom pata razvdekje, ima ta rrisot nisë do të shkoj për Shkup se kom razvdekje. Demek, ajo për ja pali parë, demek me nervoz,
Ai kishte ja ka dhënë parët edhe motra ime u zhdu. Po të shafni ku shkoj ema, nuk e di, më tha, po shkoj te banaturja me bli hapa, ta shohni pse s'u më thire mu, jo se djalin tem kishte ardhur e vetë të to, pse me lon motrën time me parë, më zhduk motra ime. Në Salina, ai më thoi që është e martume. Në Kosovë, ka djarë, ka qik, të shavni, ka zot, djarë ka, vëllat ka. Kur të shimur nuk të kalzoj që tim të kalzoj, veç kalzoj ma ku është motra ime. Dashur Irman, unë e kuptoj dhimbje që përjeton për motrën e humbur, por dua të të pyes, më lejon të të pyes? Po. Emel kishte disa vite që kishte ikur nga shtëpia dhe bashkëtonte me zotin Avni në Shkup. Jo, në Tetov ka ndroj, e ka pas banesën e Kira motra ime, sa jo atje këngëtare ka punue. Ka qenë këngëtare në Tetov dhe bashkëtonte në Tetov me zotin Avni. Por familja juaj ku jetonte? Në Shkup? Kush? Jo, ai Tetovës, nuk është i Shkupit, ai është Tetovar. E qartë, Avniu është nga Tetova, po ju ku jetonit në ato kohë? Unë në Shkup, unë jam e martuar në Shkup. Unë jam mosh, 65 vjeçare jo. Po nëna juaj e ndjerë, ku jetonte? Në Shajr. Shkup në Shajr. Më një nga me kërë një 5 minuta. E qartë. Emel, kur bashkëtonte me Avniu në Tetov, ti flisi në telefon me motrën, çfarë të tregonte për bashkëtesën e saj? Ajo dhe kishte shumë mirë. Ajo çik më ka thonë jo mirë me Avnien, pagesën e ka paguar, tash nuk e dia motra ime a bashkë aty nuk jam kanë prezent. Ju nuk ishit shkuar asnjëherë në Tetov ta vizitonit motrën për të parë jetesën? Po jam kanë, unë kum bujt, kum flajt. Ka jo, keto, kon ketë mirë kon, veçëm pare që thoi ke i kum lanë të veni, Avnies. E dashur Irman, po, ju shkoni dhe vizitonit Emel, kishit kuptuar diçka? Po, çfarë jetese bënd ajo? Ajo thoi ke mirë jam, me Avnien mirë jam, në 6 vite. Asnjëherë s'm ka thonë që kam problem për Avnies. Asnjëherë, unë s'muj me kënje. Por Avnia... Ai vetëm ka thonë mirë jam. Avnia qa pune bënte? Motra juaj punonte këngëtare, por ai? Ajo me qa, me lop. Me lop ka punu, e ka pasur kur firma, nuk e di që shka ka pasur. Ka pasur biznes me bakti? Po, me bakti, motra ime këngëtare, na për darsa, na për katune, na për restorane. Qa pune ka bë motra ime? Ajo ka bërë në gjendje civile martes me Avnin, apo thjesht ka pasur një bashkëtesë? Jo, ishtë shtonë. Jo. Por jetonte dhe me prindrit e tij, apo vetëm me zotrinë? Vetëm me zotrinë ka jetu, banes. Po zotria... Tetov, 19 në qendër, 19 Tetov. Por zotria sa vjeç ishte? Avnia? Po. Moshatar janë konë. Moshatar, a i kishte në një martes, le të themi të dështuar në të shkuarën? Po. Gjallet që i ka pas, gruja, shoqër. Normal familje ka pas, kështu, po. Në momentin që motra juaj mori lekët dhe do vitet ja çonte nënës së saj në Shkup. Po, me pagu banesën, se na erë letra që me pagu, se na e kina pas me kirat shteti. Tash na erë ligji me pagujtën, kesh. Edhe ajo ja ka lip Avnies, verbi parët se jam të shku, a i kishtonë që kom razvdeke. Leje ema shkojna nesër. Kjo të me ka në konë agresiv, kishte ja ka dhon parët, s'munët me ja dhon parët, o deta, oj bi, oj motër, që shme të theme, e blatë ko munët ty. Nuk munët me ja dhon parët që ditë motra ime me u zhdukën, me konë i zhduk për para, nuk u zhduk e të shatë të jetën, për që ta të shajtë e ajë. Vem kesh, unë e të shajtë e ajë, o deta. Dyshon të ka i për qëfar? Dyshon se ndoshta ka ndodhur diçka e keqe? O tash nuk pe di, aja ka dhon pare, ta e ka mit vetin, a mos ja buni kiti shka, unë së njën gjuna. Se dhune ka me vlat nesër, ka me vdek, du t'u përgjish. E kuptoj, po... Unë e kumplutën si vla, ka në zonë atë një, vlat kam, gjallët kam,
Tham, Ema është e martume, ka gjallë, tona më ka thonë ka qik. Ku është e martume Bearni në Kosovë? Ka piti Bearni, po ka zojnë halkit. Po ndalin dhe më tregoj historinë, pa kaluar tek informacionet. Emela atë ditë kur do merrte lekët dhe do ndihmonte nënën e saj për të paguar atë banesën. Po. Me kë ka folur për herë të fundit Emel në telefon? Me nënën, me ju, me kë ka folur për herë të fundit? Me mu ka folur. Dhe Shanë ditë na pa ka që e tira une. Se s'kish folë as me mu, i shdu kema dhe kur se kish ditë. ti e telefonove dhe çfarë të tha motra në telefonatën e fundit? Ajo, unë i thash, o Ema, unë e disha që ka me ardha ditë. Në Sava, ka non e gjysë dhe. Unë i thash Ema, i bona telefon, e bel thash, hajde da ata se jo me smut, edhe të rashi, ajo mu më tha, hip, unë e kam hallin tëm, hip i autobusi shkote nona. Sa që kanë edhe në piti telefonin. Mas një ure e këmë thiri shtashnorin e vetë, a i më tha i ka morë parët edhe nuk e dikush. Dhe ajo nuk mëriti tek nëna e saj fatkeqësisht dhe nuk dije se çfarë ndodhi me fatin Nëna vdiq, hupi qika. Bërën ta zbuloj amanetit ta qoj në verë. Po më kom se dhe gjallë e dek. Zoti që ka thonë. Për që amanetin e nonës, se të e ke nona vdiq atë në ato hupi qika. Të thonë shpirë, a ka me ardhe Emeli Ema. Amanetit jetë për në kose dhe gjallë, Odeta, edhe e vdekë, bërëm një zbulim, ju lutna. Sa të keni mundësi, se dini keni punën e rranë edhe ju e keni ju kuptoj shumë mirë. Vetëm që ajo më ka vetë dhe Zoti mas pari edhe ajo. Se fatkeqësisht pas ke humbur shumë njerëz të dashur nga kjo jetë dhe më vjen keq dashur Irman për dhimbjen që përjeton, për humbjen e nënës së motrës dhe ke ngelur ti e vetme në familje. Masi më shkoj nana, më shkoj blavi, më shkoj motra. Vetëm unë. Kepi mërzije zupi motra, upi qikët. Dhe qune e fort, elhamdulillah pi Zotit, diri sa ta zbuloj, edhe në te kisha Odeta nash, për ta qoj amanetin e motrave, vlave dhe nanës, ju lutna, si t'keni musim, për të pakten, e vdekt, e gjallë, një lajmë, Odeta. I dashur Irman, motra juaj më the ka qenë këngëtare, këndonte për dasma në për lokale nate, do të thotë ka qenë një emër i njohur në Tetove, ka njohur njerëzit. Unë e thonë, Odeta, nëse kanë pate ju në YouTube, edhe e ka parë, ndoshta dikush, a i më tha që në Prizren, qa pune punon, me qa personash. Do të pyes dhe do flasim dhe për informacionin, por më dëgjoj, dua të bëj një pyetje tjetër. Motra juaj ka punuar në Tetovë si këngëtare dhe padyshim që ka patur shoqe dhe mikesha. A ke mundur do ti të shkosh te lokalet ku ajo ka punuar? A je interesuar? A ke pyetur shoqet e saj? Ndoshta dikujt i ka treguar diçka? E kom pit një shoqet asaj, ajo nuk kom përgjigje, as telefonin nuk ma qelë. Nuk ma qelë telefonin që ajo shoqe jo. Një qetër më ka thonë, ajo për më thotë nuk besoj që jo gjallë. Qatë që më thotë një shoqe shka e ka pas, edhe një Leila, o konë qatë natë, kanë përnu bashkë, i ka thonë Leila, une jam të shku, jam nisë për Kosovë, Leila, më ka thonë, jam të nisë për Kosovë, se më njerë shkuva ta e shoqja, më njerë kom shku të tovë të avnia, e kom tira avnia, klut në avni, a i vëtë shka më thotë, është e martume, ka gjallë, ka qikë për nanën, e di që ka vdek nëna jote, nana e di e nga që ka vdek. Por, kur ti ke folur me shoqet, njërat ka thënë nuk besoj që është gjallë, por çfarë dyshonte ajo? Po, masi thot kur kushin nuk ka, kur i qëfar traugi, nuk besoj që jo gjallë, qa që më thot ajo? Sepse... Sushte mujtë të ima, me kom gjallë mos më lëmruhe, qa që më ka thonë? E dashur Irman, nëse do kishte ndodhur diçka e keqe, do e kishin vrarë motrën tuaj Emel në Tetovë, policia do e kishte zbuluar. Ka 11 vite. Zoti trujt, inshallah.
Odeta, edhe me kanë që e kanë mik, e di që Zotin na ka falë, Zotin na merë, verëm të pak dhe ta di, vorin t'ja shoku e ka, shtra t'ja shoku. Por policia, ju keni bërë denoncim në policinë e Shkupit dhe në policinë e Tetovës. Policia ka arritur të zbuloj diçka? Kur shku prap kur shku. Kur kena informata, na vetë kena me thirë, edhe më kur së më kam thirë Odeta. Nuk kena kur të mirë jo një informata, lëmërojnë të në. Unë për që ta ju më shtetë të ti, Odeta. Të besoj. Se një të prekullushëm shumë, të ju më shtetë. Zoti para ju mas. E dashur Irman, në këto 11 vite që motra juaj ka humbur, më lejo në këto momente të bëj dhe unë një thirrje këtu në live me Odetën që kushdo që është duke na ndjekur dhe mund ta njohë historinë e motrës tuaj Emel Kakruki, e cila është 52 vjeç, nga Shkupi i Maqedonisë së Veriut, ka humbur fatkeqësisht kontaktet me familjen e 22 tetor të vitit 2015 nga Tetova dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Jeni duke parë fotot e Emel, kushdo që e njeh, ka 11 vite është dukur, mund të telefonojë në redaksin time, pasi është motra e saj Irman, e cila është duke lotuar dhe është në kërkim për të mësuar të vërtetën e Emel Kakruk. E dashur Irman, në këto 11 vite, çfarë informacionesh kanë mbritur tek ju? Kur që vetëm që kjo, çka për ju të regoj vetëm që kjo. Si? Që kjo, Agnia ka thonë, i pari, ishtë tashnëri vetë, një shoqe, a e s'ma qilë telefoni, ku më shku të shpijas, s'm ka tarë për balë, i ku më thamë në asoj nusës vladit, ama një lutje ka në kohë se ti di shka, kur se kalzoj, nuk më delë para këtyre, që e shoqe, kjo qetra më thot, Emili me kanë gjallë, s'ka shanca, mos më lëmëru, shumë keq më ka prek, Emili nuk o gjallë, më ka thonë, unë jo prek shumë keq. Unë e di që ka me vdek edhe unë, këtë kemi me vdek. Faktën të ati, atë gjallë e vdek, qaq. Sepse u tha fillimisht që mund të ishte në Zvicër. Qish? Fillimisht u dyshua se motra juaj mund të ishte në Zvicër dhe mund të punonte këngëtare në Zvicër. Po? Pastaj kaloi informacioni se mund të ishte në Kosovë dhe punon në Prizren në një lokal nate ku dyshohet dhe se është martuar. Por kishte ajo arsye mos kontaktonte me ty? Jo, me mu iq shati. Shato 2 minutë, as 2 minutë as janë. Jo, Irman, e dyshon ti që ajo është gjallë dhe nuk do të kontaktoj me ty? Valla, Odeta, s'po kam o shprejsa. Nuk pe besoj, mas i qash vite, po ta mëse ka mi dikush, mëse ka shti dikush në gro. S'kam shprejsa se s'kam lajmë, ku një qëfar lajmë, përveç sa mija që më ka thonë, që jo gjo, edhe që ki person anumin që më tha, që është Prizren, Shapune përna, Zeshkane, Emel Kakruki, Eme e Thiri, 1,62 m, 1,65 m, fluk të zeza, një motër e ka me mbolez vetëm unë e janë, por mësë më kanë bate ju, një tube. Por ky person anonim, si të gjeti ty, të mori në telefon? Po në telefon ka morë mu. Ku e gjeti numrin tënd të telefonit që të mori? Që ta nuk kalzoj, hiq, kur një që më tha. Kur të ka marrë? Para sa kohësh ka ardhur ky informacion? Para sa kohësh ka ardhur ky informacion? Alo, një muaj e gjisi ka. Për para një muaj gjys, ty të telefonoj dikush. Jo, ka një muaj e gjisi, në duket një muaj ka. Po, ty të telefonoj një person dhe çfarë të tha konkretisht? A i më tha që qështu, motra Emel Kakruki është gjallë. Nuk më tha që ajo nuk e di që unë jam motra. Emel Kakruki është gjallë, Eme e Thirin, në Prizren është, qatë punë e punon, që kanë folë që me ta qatë person, që jo kanë me ato qatë punë e punon, një motor me po me embolez,
1,62 m, 1,65 m. Si të lutem, e qartë, Erman. Odeta, ju lutem Prizren, si keni mundësi pak me avoka. Se dhe ishtë autoritet mund ka thonë që në Kosovë është. Unë uroj dhe shpresoj që kjo informacion të jetë i vërtet dhe ajo të jetë gjallë, por Zotë ju rujt, inshallah. Personi që të telefonoj si të prezentua? Qaq, vëq, anumin, Emel Kakruki është gjallë. Ti shoqë që të që është. Irman, nëse ajo është gjallë, çfarë dyshon ti? Pse nuk kontakton me ty? Po nuk pe di be Odeta, për që ta po tham, nuk po besoj që jo gjallë. Nuk po besoj për që ati që hupës. S'munët më trajme një telefon mos me bo. Që ta po tham, ta shë po hinë këna, a ki personi jaboni? Si ata paret, a vetë e zhduki vetin, a vetë për nervozës, se si a ka thonë ki parë, unë e që zhdishoj. Si a ka thonë paret, qka ka bo kjo, qka me artenoni, pa pare për kërqo, ja jaboni vetit vetë sharëm, ja ki jaboni, nuk jam Allah me ti të deta. E dashur Irman, Nuk kom prezent. e kuptoj, ti dyshon tek ish bashkëtuesi i saj, që ndoshta ai ka bërë Shumë në taj të shpej. Odeta, më tjetës taj të shpej. A ke denoncuar në polici bashkëtuesin? A është bërë një jetim aty në Shkup? Unë e kum lëmruet, se unë e kum lutë, kur mi e ki informata taj, i dhe shtë avni. Ti dhe shtë po më gënjen dukut, se di qka po ban me mu, vëq tash unë e kam e të lëmru në polici. E kum lëmru, dhe me ke kanë mora, atje kish pas problem me policia. Tona prapaj me mu, unë e s'jum dërzu, kom shku, amni, edhe një shansë po ta, lutna, se ki motra, ki vlazni, ki e vlar, kalësom se unë kam e lëmru të emisioni Njerëzit e humbur. Unë se ti shta të reqini jo, ta e kanë mshelë ma boni, ta shka të shetër, ta kushton pare, ta shpër pare, ta shune, kitë ka me lipën, që shë ka me lipë, ta shune për motrën teme, edhe ti për motrën tane kishë liptu. Për që ta unë e dishoj pak taj, pse më thot mu e kam shelë, pse më thot mu kushton pare, të ju dhe me kushton pare. Nuk të kushtoj jabe. A ke paguar ti para tek mua? Jo, me ku kam paguar të ju? Unë e ty të kam shtetë. është falas dhe bremi që e nëzore... Po ne nuk e dish në atëre, Odeta. E qartë. Nuk e dish, ajë të të ke mua, am kuptoj. A i ka ushtruar presion që ti mos vije në program, e qartë, e kuptoj, të ka thënë kushtojnë para, të kanë zirë shumë justifikime dhe nga të gjitha këto ti dyshon se a i ndoshta ka gisht në zhdukjen e motrës tënde? Po të dishtoj, fjallë që shmi ka dhonaj, unë edhe ti me kam kishë të shumë. Pse të taj mu kushton pare të Odeta ose të emisioni Njerëzit e humbur? Emisionet janë pa pagesë dhe unë e theksoj në këtë live që askush nuk ka paguar para për që në pjesë e këti emisioni. E kuptoj qëllimin, Irman. Ajë, ke mu dhe me kune mos baj denoncim të ju. Mos vje... Unë tona e kuptojshna. E kuptoj fare mirë qëllimin. A keni ju një numër të Zotit Avnie? Unë do doja që të kishte një reagim nga Zoti Avnie. Unë uroj dhe shpresoj që Zoti Avnie të na dëgjoj, të reagoj, të japi versionin e tij, pasi është personi fundit që ka pasur kontakte me motrën tuaj, ju dyshoni sa i di të vërtetën. Uroj dhe shpresoj që të bëhet i gjallë dhe të më telefonoj Zoti Avnie. E dashur Irman, dua të pyes pak për jetën e Emel. Emel që e vogël ka qenë këngëtare, ka punuar këngëtare? Se disa vjeta, 25-30 që ashtu i ka pas. Si ka qenë jeta e saj? Ka pas probleme. Asnjëherë nuk ka pas probleme. Motra ime nuk ka pas probleme. Ajo filloi këngëtare kur u njoh me Avnien të bësh, apo ishte këngëtare kur e njoh Avnio? Po, ishte këngëtare, ishte. Motra juaj gjithnjë ka punuar në për ambiente të ndryshme, lokale nate në Tetov? Po, në përdarsma, restorane, në Zvicër o kanë, ama moti o kanë në Zvicër, o kanë meri. Kur ka punuar? Ama shumë pak, se di animuj edhe mos ka shku atje. Ja. Gjithë këtu në Tetove, ka pas banesën e ka paguj muj për muj, edhe me që këtë Avnien, si u rok me këtë,
Si u njoh ajo, si u dashurua me Avnien? Keni ju informacion? Po këto të reja ti Odeta ku peti njerin, në përkape. Ku do ta njoftoje? A do i shtojë të shtëpia? Në kafe, normal që në kafe. Jo, e qartë, e kuptoj që janë njohur në ambiente të ndryshme, por desha të të pyesja, ata bën një bashkëtesë dhe motra juaj çfarë tregonte? Do martoheshin, do krijonin një familje apo ashtu do jetonin? Për të kuptuar çfarë dashurie ka qenë mes të dyve. O, unë sa i kum pa mirë janë kom. Unë s'më me thonë keq. Para shive janë kon mirë, mas shive nuk e di une. Motra juaj ashtu. Unë se Odeta shumë mirë, shumë me respekte, ama mas unë ti nuk di që të bëm ti. Edhe motra ime edhe Avnia mas nuk e di që kanë bo, para me janë konë super. Si jam ma mirë, bashkë kanë darë, bashkë kanë ecë, bashkë ketë okej janë konë. Ama që dit, me pare, që dit, me ndodhë dita, puna e pareve është, Odeta, puna e pareve është, shkur të shqipë. Nuk e njej, puna e pareve. Por, motra Pse ju... hupi motra ju? Odeta, kishtu motra ju të qa dit me parë, qëka kishtë në dishu ti? Jo, motra juaj punonte dhe paratja dorëzonte bashkëtuesit, nuk i mbante vetë? Veti ka majtë. Të nona, i qojke të nona. Të nona, unë i ku majtë, ama unë shumë shkurt. Më thoni, i kishtë pastor, hajde shkojnë i morë në parët e motra jote. Erdhen i morën parët e une. Të shpse eba, ta punduan. Parja jote është Odeta, mësën të nalja. Jo, e qartë, e kuptoj, por ajo nëse ka marrë paratë e saj dhe pse Avniu do të bësh keq kur ajo mori paratë e saj do ndihmonte nënën. Po ajo të nona e ka majtë, po nona plak, 80 vjetë o i ti, Odeta. Ajo s'mu i ke më meru i paret, atërë i mora une. Pite i më boni telefon, i mran ta jetë i shpia ta shpo, ta shpse, ta jam të arë me Avnia mi mor paret, të shani ke mu të rajte. I mor paret, ja dërzova, ta njepi, shkur, nuk shkoj pak kur. Ti mendon se... Që ta unë e për të shkoj, Odeta, unë s'muj me i mra, Jo, e qartë. ja puni Avnia më shkaj të për që të kush. Jo, e qartë, por ti në nuhatin tënde si motër, çfarë kupton që Avnia kishte një dashuri për motrën tënde të sinqertë dhe do krijoni familje bashk, apo ishte interesi i parave në këtë mes, duke ditur që motra juaj si këngëtare mund të fitonte shumë para? Odeta, unë s'muj me ditën, unë nuk kam prezent ati. Jo, çfarë dyshon ti në nuhatin tënde? Sa i kom pa, unë me sytë e mi, super janë kom, pas kanë dorë kanë ecë. Unë po thom Odeta qatit pse motra qatit me mu, pse i erdhën i morën paret të une, edhe pak ku, me që të pare, të paguje panesën, qatit motra ime zdukën. A i kish pas qatit razvdekje, që ashtu po thot Avnia, unë nuk e di, zot jetem. Bëjt fjalë... Edhe motra ime hupje qatit. Bëjt fjalë për sa para që kishte motra juaj dhe dyshoj se për shkak të këtyre parave ajo u zhduk? Ku e di be Odeta bashkirë që janë. A gene Avnia thot ka bërë edhe paret mija, i thot. S'muj me ditu, unë s'jum kom prezent ati. As muj me thonë po, as jo. E dyshoni se motra juaj mund këtë marrë parat dhe është larguar dhe ka nisur një jetë të re? E besoni këtë gjë? Me pas po motra ime ata një telefon ma kishë po mu. Nanës. Të e ditë nana të vujtën, të kajtë 80 vjeqara. Odeta, kollaj e vladis ja për nanës ato. Në shta mu ma bërë, ama nona të dritë kështu 80 kusur vjetë. Dy kemi shtinin tokë, burin e shterin tokë. E qartë, është larguar nga kjo jetë me një plagë të madhe për të bijën dhe ta kalën amanet që ti ta gjesh. A e puni vetë, unë s'muj me thonë Avnia. Amo fjallë, dyshime, unë menoj që Avnia ka kesh. Nështë ta hinë gjuna. Se nështë ta dhe si, nështë ta dhe hi. Zotë jeti mas mirti. Pse t'ishtë të kaj, pse thot që u ka martu, ka djallë, ka që. Ka petit i Odeta. Që ka më trej me gjallë ka që, ka petit i Odeta ti. Pse që tërkush të më thotë, vetëm Avnia për më thotë. Po pse, nga i ka marrë vesh Avnia këto informacione? Po unë e kom pitën, të sharni, ka petit, tu kaj që qështu. Pi ka petit pe Avni, po po forni shok të mi.
Po kush janë ato shuka, një kalzomi, s'ti kalzon o dita. Suni kishtë shku dhe të ato shukë për me të mbrasin. Njerë ka me vdek. Kalzom a dita kush a i shok. Mësë më ka njejti mu, se nuk jam putale. Shkoll nuk kam, po menti kam, elhamdulillah. E dashur Irman, jeta e Emel ka qenë jetë e rregullt apo le të themi ka pasur dhe probleme të tjera? Jeta e natës ndonjëherë është e frikshme. Jeta e këngëtarëve pa paragjykuar askënd, po kam dëgjuar plot histori të shumë vajzave të reja që kanë punuar si këngëtare në lokale nate edhe janë zhdukur. Një rast është nga Elbasani, një nën nga Elbasani që punonte këngëtare në Kosovë është zhdukur. Kjo jeta e natës është e frikshme. Çfarë dini ju për motrën tuaj? Motra ime kur që për normal, o dita, si të punojsh në për ato kafe nuk është kollaj. Suni shpesh e li thëjsh në oj motër, leje këtë punë. Nuk o për femna kjo puna. Mo me data të se kime hup kryet një ditë. I kom thonë o dita su kur motër nuk ka dhimë. Thëjsh në rritë e nana, me nanën, unë e martume. Rriqat i gjajë një punë shkup. Ka plot punë, në për shkup. Leje motra imi, edhe i thëjsh në mos e haramosh kjo punë. Atë paren kur s'kime e pa hajrin, i kom thonë në dita si motër. I kom thonë, nuk e like punën, aj, e për qësë të ka boni? E hupi vetin, mas fari vetin, nanën mashtinin tukë se zotja ka marë, zvan me hingjuna, nana të vdek, të dhona manet, hupi qi, atë të veri ima, atë të veri ima. O dita shumë ranësh. Të besoj. Ta shqips nanën të thonë qika, të të veri qika, të vdek. Në kësha me kina që në spital në sabah, për që në ka dhirë që ka ndru jetë. Qofte parajsës dhe më dhimset, sinqerisht e dashur Irman. Kur ti i kërkove motrës tënde, Ema, se Ema i thërrisnit, talinte ato punë si këngëtare natën, ajo nuk pranoj, talinte. Jo. O bëjke agresivë, thëjke pakjarë du të me punu. Nuk është tash pakjarë me punu këntare, ka plot punë. Edhe unë e punoj këtu, shko la jenë. Ta komorit la jenë. Pse e di që së ngucë, kush këntare është problem, o jo dita. E qartë, prandaj të pyeta patë të vënë në siklet dhe patë të lënduar që jeta e natës për një femër... E të mentin agresiv. I shkatron njerëva, ben depresion, me razinjerin kafe mo, me razinjeri, vran, prejen, të ngucin. Ajo punë nuk është për femën, për kafe jo. I kom thonë si potër. Emel, kohët e fundit që shfaqur probleme me stresin, me depresionin, ishte e rënduar? Po e rënduar, edhe unë jam e rënduar, bre, o dita, por nuk i bëja të gjestë unë që tuk në kishpijës. Po ti si të përmesh lokal natë edhe ti ke mu bo depresion. Ke mu bo, se me radhi njeri ati ti përbalësh. Për që ta unë e kom diktu që motra ime bot agresiv, leje dada, që kjo punat ka bo. Mos e me radhi njeri, po shet të vrad, po shet të prej, po shet shka s'po të bojnë, po të krejnë zhak. Leje, e mluq në prizatë, e kam apnija. Apnija? Maje. Po më dhimë nana më dhimë shumë, nana shumë më ka dhimë. E dashur Irman, ajo ka punuar për e të fundit një lokal në Tetov. Po. Je interesuar të pronari për të pyetur? Kom pas qep me shku, s'po moj. Po moj dita, do të pije. E shumë vetin, unë, o dita 65 vjetë, për 66. Pra, nuk jeni interesuar asë njerë të vëndi punës çfarë? Ajo ka punë, o dita. Të mbrasune kom po pytje, ajo hoteli, ajo restorani, Hilton. Në Tetov. Piqatit ka dalë, Hilton. Piqatit ka dalë. Në Tetov ka punuar pikërisht në lokalin Hilton, po më tregon. Hilton, po. Si këngëtare. Qatë në ato kam, ne mazdarke kanë kënu që soj Lejlës, që s'pëm del parasyshve, as telefonin s'pa qenë, i kishton Lejlës, thuj gazës, se jam të shku për Kosovë, nesër vina kësha. Edhe kjo mu, as ma qenë telefoni, kom shku të shpia, nuk kom del parasive, nuk kom, më dojnë shpis, nuk kom shpia më punë.
Nuk e di, së një një da. Dhe nga i moment humbi edhe motra juaj Ema, e cila është shprehur se do ikte në Kosovë, por nuk dihet nëse mbërrit në Kosovë apo jo. E dashur Irman, por bashkëtuesi i saj, Avniu, kur humbi motra jote, ai e kërkonte, ishte interesuar ta gjente? As policia, as kërkon hiç. Veç une. Pra i nuk është interesuar. Flas në vitet e para të humbjes, jo tani, se ndoshta tani ai ka vazhduar jetën, është rimartuar. Vetëm unë atita, unë s'kam më kërkam të kalzova e tita. E dashur Irman, një person që të do, të kërkon. Unë i kumë thanën, kemi pas sherin që t'i jam njësë, unë i kumë thanë. Unë e ti që e do, e ndoshtë edhe do, ama funi e kalzon vetën. Si një mashkull që donë, o tita, nuk kena për kape me punu, o tita. Një mashkull që donë, tyje, dashtëri o ty me dash. E da, të ti s'ka shansa me trana për kape, o tita. E qartë, të kuptoj Irman. Të kuptoj shumë drejt e dashur Irman. Do doje ditën e sot me t'jepi një mesazh ish bashkëtuesit të motrës tënde, zotit Avni? I kom thënë o tita, s'kam shkej kalzoj ma. E kom lu për zatë zotit, i kom Avni kalzo. Gjallë kom, e vlat kom. Kur s'kallzoj, vëtë shkallzoj ma kua ta shoh. Edhe më s'le mdasha të më refuzoj e kam i thonë motër. Qa që pata vëtë që tisha si, nona ka vdek, amanetin ta gjojnë ven. Qa që vazhdoj jetën tane, qa që kisha tonë Avnijës. Të të bojtë të vërtetën, kisha se tonë Avnijës, kose ti t'i shka. E që më të rëndeme, ka dikun, ta shë e kaja, e ka dikun shumë, e si jam sot në ditën. Vëtë që kisha tonë. Vështë asho amanetin e nëmënës t'i tha moj motër, amanetin edhe të kom gjak, se vëtë unë jam edhe ti, bo me halal, ta boj halal, që ke bo? Tashtë të ne vazhdojnë jetën tane, unë e kom temën. E dashur Irman, unë uroj dhe shpresoj që Zoti Avni të na ndjeki ditën e sotme, të reagoj, lutem që të më telefonoj, qoftë dhe pas kujtave të flasi me mua, ta uroj me zemër që të zbulohet e vërteta e Emelka Kruki, motrës tuaj, uroj të jetë gjallë, ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt dhe lutemi që të zbardhet kjo histori dhe... Amin, inshallah. Kështu që do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes dhe unë, të puth dhe unë nga Tirana. Mirupafshim. Zoti trujt me familje. Faleminderit, Irman. Inshallah kun të letë mbarë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Urojmë dhe shpresojmë që të zbardhet kjo e vërtet historia e Emelka Kruki, një 52 vjeçare sot, kur ka humbur kontaktet me familjen, ka qenë vetëm 41 vjeç, punonte si këngëtare në Tetov. Kjo është fotoja, po jap edhe një herë foton e Emelka Kruki, kushdo që ka informacion, është i lutur qoftë dhe anonim të lidhet me numrin tim të telefonit që e përsëris në këto momente 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Kushdo që e njeh këtë histori, mos të hezitoj qoftë anonim të më telefonoj, ku uroj dhe shpresoj që dhe Zoti Avni, ish partneri i saj, bashkëtuesi i saj, të na telefonoj dhe të japi versionin, të na ndihmoj që të arrijmë në gjurmët e Emelka Krukit dhe urojmë që ajo të jetë gjallë dhe ai informacion që ka ardhur nga Prizreni se është shëndoshë mirë, është martuar, është bërë nën, jeton në Prizren të Kosovës, të jetë i vërtet. Mirë, ju falenderoj dhe juve që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni, mund të më shkruani te numri im ose të më dërgoni mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart dashur miq, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. Ritakohemi nesër me një tjetër histori. Mirupafshim.